Gjorgja dhe Mikaela Maçka, dy vajza nga Korça, themeluese të thurje handmade, kanë triumfuar në Big C Design Award 2025 në Sloveni, duke fituar çmimin Product Design Award me koleksionin e tyre Bloom. Koleksioni i tyre ndërthur mjeshtërinë tradicionale të tezgjahut me një frymë moderne dhe plot ngjyra, duke sjellë në vëmendje identitetin kulturor shqiptar në një formë bashkëkohore. Është një event që bëhet për të dhënë çmime mbi dizajnin e produkteve, kryesisht në Europë, por ka edhe përfaqësues të ndryshëm ndërkombëtar. Dhe ne morëm lajmin nga Big C nëpërmjet një emaili, i cili ishte një lajm shumë i gëzueshëm për ne. Në fillim as arritëm dot ta besonim, po më pas e pam që ishte diçka reale, ku ata na ftuan edhe për të na dhënë çmimin, si dhe gjithashtu për të ekspozuar produktin fitues. Ne u prezantuam me koleksionin Bloom dhe çmimi u dha për këtë koleksion specifik. Tek thurje handmade ne gjithmonë kemi krijuar në bashkëpunim me dizajner koleksione speciale, të themi, të cilat realizohen me teknikën tradicionale, por kanë një grafik komplet të ndryshëm. Ky çmim e forcon edhe më shumë misionin e dy vajzave të talentuara për ta bërë traditën të jetojë nëpërmjet krijimeve bashkëkohore, duke frymëzuar të rinjt që të besojnë në fuqinë e artit dhe kulturës vendase.